Ishte vetëm edhe një pasdite e zakonshme në qytet, derisa një vajzë e pastre e ndërpreu një biznesmen mes kaosit. Zotëri, shiko poshtë makinës. Burri mbeti i shokuar, duke menduar se ishte ndonjë kurth ose diçka e rrezikshme. Me frikë, ai u përkul për të parë. Por ajo që gjeti nuk ishte as pak ajo që priste dhe e bëri ta shihte jetën në një mënyrë që nuk e kishte parë kur më parë. Dhe nga ai gjest i pafajshëm lind një lidhje aq e thellë, sa asnjë pasuri nuk do të ishte në gjendje ta blinte. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, vazhdojmë. Ishte fundi i ditës në Tiranë dhe kaosi tipik i parkingut të një qendre tregtare gëlltiste gjithçka përreth. Borë të paduruara çanin ajrin e nxehtë të së martës, hapa të nxituar kumbonin mes kolonave të betonit, qese plot lëkundeshin në krahët e blerësve të lodhur, shofer të irrituar luftonin për një vend parkimi sikur të luftonin për vetë jetën. Dhe qindra njerëz shihnin më shumë ekranin e ndriçuar të celularit sesa botën reale që u shpalosej para syve. Mes makinave luksoze që shkëlqenin dhe atyre të zakonshme të mbuluara nga pluhuri, një burr me një kostum elegant po kalonte mes rreshtave me hapa të mëdhenj e të vendosur, si dikush që e përshkon jetën pa kthyer kokën anash, shumë shpejt. Shumë ftohtë, shumë mekanikisht, me mendjen tërësisht të zhytur në shifra që nuk ndalonin së rrituri, afate që nuk pushonin së shtrënguari dhe mbledhje që gjithmonë dukeshin më të rëndësishme se çdo gjë sado pak njerëzore. Arbeni ishte 43 vjeç dhe pronar i një kompanie teknologjie me vlerë miliona euro. Ai e kishte ndërtuar atë perandori i vetëm, tull pas tulle, rresht kodi pas rreshti kodi, sakrificë pas sakrifice. Kishte një rutinë që thjesht nuk futej dot brenda një dite normale, pasuri që i bënin përshtypje kujtdo që i dilte përpara dhe një agjend aq absurdërisht të ngjeshur. Sa edhe të merrje frym thellë dukej si një detyrë që duhej caktuar me orar të prerë dhe kronometër të ndezur. Atë pasdite të martë, në veçanti, ai ishte vonë për një takim vendimtar me investitor të huaj që kishin ardhur nga larg për të njohur projektin më ambicios të kompanisë. Mungonin saktësisht 17 minuta që mbledhja të fillonte. Celulari i tij dridhej pa pushim në xhepin e xhaketës. Më shumë kërkesa, më shumë presion, më shumë një garë kundër kohës që nuk mbaronte kurrë. Arbeni sapo po prekte dorezën e argjend të makinës së tij luksoze kur dëgjoi diçka krejtësisht të papritur në atë skenar metali, nxitimi dhe indiferencë. Ishin hapa zbathur që vraponin pas tij, duke u përplasur në asfaltin e nxehtë me një urgjencë që e preu shurmën e parkingut si një thik. Ai u kthye si pa dashje, i nervozuar ende pa parë se kush ishte, duke pritur të gjente ndonjë lypës këmbëngulës ose dikë që përpiqej të shiste diçka që ai kur nuk do ta blinte. Por ajo që sytë e tij pan e bëri të ngrinte për një sekond të plot, ndoshta 2, më shumë kohë nga sa do të donte ta pranonte. Ishte një vajzë e vogël, tepër e dobët për moshën që dukej se kishte, me rroba të vjetra e të pista, flokë të zinj të lidhur kuturu me një lastik të vjetër. Duke marrë frymë me vështirësi sikur sapo kishte shpëtuar nga një rrezik shumë real dhe shumë i afërt. Ajo po tregonte me gisht poshtë makinës së tij me dorën e vogël që i dridhej dukshëm dhe kishte një urgjencë aq të vërtet në ata sy kafe të zgurdulluar, sa Arbeni ndjeu zemrën t'i rrite fort në gjoks pa e kuptuar saktësisht pse. Vajza arriti të fliste mes një frymëmarrjeje të shpesh dhe tjetrës. Zotëri, të lutem, shiko poshtë makinës. Fjalia e goditi si një paralajmërim për një katastrofë të afërt. Në fraksione sekondash që u dukën si një përjetësi, mendja e stërvitur e Arbenit kaloi automatikisht në skenaret më të këqij të mundshëm. Kurthe, rreziqe sigurie, kërcënime, rrëmbime, gjithçka që jeta e tij, aq e mbushur me para, mbrojtje dhe kontroll obsesiv, e kishte mësuar të dyshonte për çdo hije dhe çdo gjest të papritur. Paranoja që vjen bashkë me suksesin financiar filloi t'i përshpëriste në vesh. Por prapse diçka në dëshpërimin autentik të atij fëmije, diçka në zërin e saj që nuk mbarte asnjë ligësi, vetëm frikë të vërtet, e bëri Arbenin të ulej ngadalë, gjysmë me ngurim, gjysmë kureshtar. Parkingu vazhdonte të ishte i zhurmshëm përreth, por për të tingulli u bë çuditërisht i largët, i mbytur, sikur bota të kishte vendosur të bënte një pauzë vetëm për atë moment. Ai u përkul dhe shikoi poshtë llamarinës së zezë dhe me shkëlqim të makinës. Poshtë rrotës së përparme në anën e shoferit ishte një pako e vogël letre, pak e rrudhur nga koha dhe përdorimi, ende e vakët në prekje, që lëshonte një erë karakteristike të fërguarit, e cila ishte njëkohësisht familjare dhe e largët.
Arbeni e mori pakon me kujdes, ende pa kuptuar absolutisht asgjë nga ajo që po ndodhte, dhe e hapi ngadalë, pothuajse me frikën se çfarë mund të gjente aty brenda. Ajo që pa ishte një byrek i vogël, i artë në ngjyrë, krejtësisht i paprekur, sikur të ishte një thesar i çmuar i fshehur me qëllim nga lakmia e botës. Arbeni ngriti syt ngadalë me habin të stampuar në fytyrë dhe shikoi vajzën që vazhdonte të qëndronte aty, tani pak më e tërhequr, me duart e vogla e të pista të kryqëzuara nervozisht para trupit të saj të imët. Duke e ngulur vështrimin të ajo pako letre, sikur të shihte zemrën e saj të ekspozuar para gjykimit të një të huaji. Dhe pastaj ajo filloi të shpjegonte me një zë të ulët e drithërues që mbarte turp dhe krenari të përzier në të njëjtën mas, çdo fjalë duke rënduar si plumb në ajrin e mbytur të parkingut. Ajo tregoi se atë ushqim ja kishte dhënë një punonjëse zemërmire një furrë buke të thjeshtë që ndodhej në pjesën e pasme të qendrës tregtare, larg dyqaneve elegante dhe vitrinave të ndriçuara. Nuk kishte ngrënë diçka të tillë, diçka të ngrohtë e të shijshme, prej shumë javësh. Por 3 djem më të mëdhenj se ajo e kishin parë kur doli nga furra duke e mbajtur pakon sikur të mbante Flori, dhe ajo e njihte tashmë shumë mirë skenarin mizor që do të pasonte. Ajo mënyrë e të parit nga larg nënkuptonte vetëm një gjë, gjithmonë nënkuptonte vjedhje. Ata po vinin pas saj për t'ia marrë ushqimin. Kështu që ajo vrapoi. Vrapoi zbathur në asfaltin e nxehtë që i diqte shputat e këmbëve, mes makinave që nuk e shihnin, duke u përpjekur dëshpërimisht të shpëtonte atë pak gjë që kishte arritur të fitonte. Duhej ta fshinte shpejt, shumë shpejt, para se ata ta arrinin. Dhe në mes të dëshpërimit, ajo zgjodhi vendin e vetëm ku besonte se ngacmuesit nuk do të guxonin të kërkonin, nuk do të kishin kurajën të preknin. Poshtë makinës së zezë dhe luksoze të burrit me kostum që e shite të kalonte aty çdo ditë në të njëjtën orë, gjithmonë i nxituar, gjithmonë vetëm, gjithmonë me atë fytyrë të vrenjtur të dikujt që nuk ka kohë për botën. Strategjia e saj kishte funksionuar në mënyrë perfekte. Ajo arriti t'i mashtronte djemb. Ata kërkuan kudo, shan, kërcënuan, por nuk gjetën asgjë dhe në fund hoqën dorë dhe u larguan. Ajo kishte qëndruar e fshehur pas një kolone, duke pritur, e lehtësuar, me zemrën që ende i rrite fort në gjoksin e vogël. Derisa pa Arbenin që po i afrohej makinës, me çelësat në dorë, gati për t'u larguar. Dhe atëherë paniku e pushtoi sërish. Nëse ai do të hynte në makinë dhe do të nisej pa e ditur se kishte diçka poshtë rrotës, pakoja do të shtypej plotësisht nga pesha e mjetit. Ushqimi do të shkatërrohej. Dhe bashkë me të, shansi i vogël dhe i brish që ajo kishte për të pasur një pasdite pak më pak bosh, pak më pak të dhimbshme. Pikërisht për këtë arsye ajo vrapoi pas tij në atë mënyrë të dëshpëruar. Jo për të kërkuar para. Jo për të fituar diçka më shumë. Jo për ta bezdisur apo për të shkaktuar probleme. Por thjesht për ta penguar atë të shkatëronte pa dashje diçka për të cilën ajo kishte luftuar me aq forcë për ta mbrojtur. Logjika ishte e thjeshtë, e drejt për drejt, e pastër. Por vetë veprimi ishte absolutisht gjigant. Arbeni qëndroi aty duke mbajtur atë pako letre në duar, duke ndier peshën e diçkaje që dukej aq e lehtë, por mbarte një univers të tërë kuptimi. Ai ja ktheu pakon vajzës duke i zgjatur dorën, duke i thënë me një zë që i doli më i ngjirur nga sa e priste se ajo e meritonte ta hante atë, se ishte e saja. Por vajza bëri një hap prapa instinktivisht duke mbledhur trupin e saj të imët, sikur ajo ofertë të ishte diçka tepër e pamundur për dikë si ajo për ta pranuar pa frikën e pasojave. Dhe atëherë erdhi goditja emocionale që do të ndryshonte absolutisht gjithçka, fjalia që Arbeni nuk do ta harronte kurrë për gjithë jetën. Ajo tha, me një sinqeritet mizor dhe të ëmbël në të njëjtën kohë, se ai mund ta mbante byrekun po të donte. Arbeni mendoi se kishte dëgjuar krejtësisht gabim. Ai puliti syt, i hutuar, duke pritur që ajo të korrigjohej. Por vajza këmbënguli, duke shpjeguar me një qetësi që të thyente zemrën. Ajo tha se kishte arritur të hante herët në mëngjes në një vend që bënte donacione për njerëzit që jetonin në rrugë, dhe ai byrek ishte vetëm ushqimi i pasdites, kështu që nuk ishte aq urgjente. Ajo mund të priste edhe pak derisa të shfaqej një mundësi tjetër. E tha këtë sikur uria të ishte diçka normale për t'u menaxhuar, për t'u negociuar me trupin tënd. Dhe pastaj ajo e plotësoi shpjegimin duke e parë drejt e në sy me një lloj perceptimi të thellë që shumica e të rriturve të zënë dhe të shpërqendruar e kishin humbur shumë kohë më parë.
ajo tha se e shite Arbenin të kalonte aty çdo ditë gjithmonë me atë fytyrë të lodhur, gjithmonë duke vrapuar sikur po i ikte diçka e të padukshme, gjithmonë i tensionuar dhe i vetmuar brenda atij kostumi të shtrenjtë. Dhe ajo kishte arritur në përfundimin me urtësinë e çuditshme që fëmijët e harruar nga bota ndonjëherë zhvillojnë, se ai dukej shumë më i uritur se ajo. Jo për ushqim domosdoshmërisht, por për diçka që asnjë ushqim nuk e shuan. Në atë çast të saktë, i gjithë realiteti u ça më dysh për Arbenin. Sepse aty ishte një fëmijë që nuk kishte këpucë në këmbë, as shtëpi për të jetuar, asnjë siguri në botë, duke i ofruar sinqerisht atë pak gjë që arriti të shpëtonte një burri që kishte absolutisht gjithçka me tepri. Jo vetëm ushqim me bollëk, por gjithçka. Para, shtëpi, makina, rroba, mundësi, zgjedhje, të ardhme. Dhe Arbeni, i mësuar gjithë jetën të fitonte negociata të vështira, të mbyllte kontrata milionere, të kontrollonte njerëz dhe situata, ndjeu diçka që nuk kishte idenë më të vogël se si ta menaxhonte apo ta përpunonte. Turp të thellë, mirënjohje të papritur, dhimbje therse, njerëzillëk të pastër. Ai nuk mund ta pranonte atë i vetëm, do të ishte tepër mizore. Atëherë propozoi ta ndanin byrekun për gjysmë, gjysma për secilin barabar. Dhe të dy hëngrën aty në këmbë në mes të atij parkingu të mbushur plot dhe të zhurmshëm, të rrethuar nga qindra njerëz që vraponin sa andej këtej. Të rrethuar nga një botë që kishte absolutisht gjithçka dhe prapse prap nuk arrinte të shite asgjë nga ato që kishin vërtet rëndësi. Ushqimi ishte ftohur tashmë, i thjeshtë, i zakonshëm, lloji i ushqimit që Arbeni normalisht as nuk e shite me sy. Por për të ishte pa dyshim gjëja më e mirë që kishte provuar prej shumë kohësh, ndoshta vitesh, sepse vinte i shoqëruar me një shije që asnjë sasi parash në botë nuk mund ta blinte. Shija e hidhur dhe e ëmbël e të kujtuarit dhunshëm se ka jetë reale, jetë të vërtetë, që ndodh vazhdimisht jashtë fluskës tënde të blinduar dhe komode. Arbeni u largua nga aty me vonesë për mbledhjen më të rëndësishme të tremujorit. Por për herë të parë në shumë vite, atij thjesht nuk i bëhej vonë për këtë. I dha makinës në mënyrë automatike deri në zyrë, arriti me 23 minuta vonesë, kërkoi falje të shpejta e mekanike, u ul në karrigen prej lëkure, dëgjoi shifra, parashikime dhe grafik. Por nuk arriti dot të përqendrohej vërtet në asgjë prej tyre. Koka e tij ishte krejtësisht larg, e mbërthyer në atë skenë të pamundur të parkingut. Mbledhja mbaroi pa e kuptuar ai mirë. Investitorët u larguan të kënaqur. Dikush tha se ishte një sukses. Arbeni vetëm tundi kokën. Atë natë, kur më në fund arriti në apartamentin e tij luksos dhe të heshtur në blok, gjithçka ju duk ndryshe në një mënyrë që nuk dinte ta shpjegonte. Hapësira e madhe ju duk edhe më e madhe, më e zbrazët, më e ftohtë pavarësisht kondicionerit perfekt. Frigoriferi ishte plot me ushqime të sofistikuara e të shtrenjta që ai mezi i prekte. Pijet e importuara në kantinën e verës. Mbetjet e një dreke që kushtoi më shumë se sa fitojnë shumë njerëz në një javë. E gjithë kjo humbi plotësisht kuptimin përballë kujtimit të gjallë të një vajze ndoshta 8 a 9 vjeçe që thoshte me një natyrshmëri të tmerrshme se mund të priste për të ngrënë. Arbeni nuk arriti të flinte mirë atë natë. Jo sepse ishte i shqetësuar për biznesin, propozimet, kontratat apo çdo gjë që lidhej me punën. Por sepse, pa pritur dhe pa paralajmërim, ai kuptoi me një qartësi të dhimbshme se kishte harruar plotësisht se si ndihesh vërtet. Të nesërmen, Arbeni bëri diçka që nuk e bënte absolutisht kurrë. U zgjua, bëri dush, veshi rroba më të thjeshta dhe, para se të shkonte në zyrë, hyri në një furrë buke lagjeje, nga ato të vjetrat me banak xhami dhe shërbim të ngrohtë. Porositi disa byrek të sapo pjekur, lëng portokalli të freskët, copa keku të thjeshtë, paketa me biskota. Vajza në ark e pyeti nëse ishte për ndonjë festë. Ai u përgjigj pa u menduar shumë se ishte për një shoqe. Pagoi, mori gjithçka të paketuar me kujdes dhe u nis për në qendrën tregtare. Arriti në të njëjtën orë si gjithmonë, parkoi në të njëjtin vend, por këtë herë celulari qëndroi i futur në xhep, i heshtur. Arbeni kërkoi me sy të vëmendshëm mes makinave. Dhe e gjeti. Vajza ishte ulur në një bordur betoni pranë hyrjes së parkingut, duke vizatuar diçka në dyshemen e cimentos me një shkop të hollë që duhet ta kishte gjetur diku. Tërësisht e përqendruar në atë botë të vogël e imagjinare që futej e gjitha brenda atij vizatimi të shtrembër. Kur pa makinën e zezë dhe të njohur që po afrohej ngadalë, ajo u ngrit me një kërcim, e shpejt si një zog i trembur, dhe e përshëndeti me të dyja duart e holla plot me një gëzim të pastër e transparent.
Ishte gëzimi i vërtet i dikujt që thjesht nuk është mësuar të marrë përgjigje për premtimet e bëra nga të rriturit e nxituar. Arbeni parkoi, fiku motorin, mori qesen e madhe të letrës plot me ushqime dhe zbriti nga makina. Vajza vrapoi drejt tij pa menduar fare të ruante distancën apo të fshite entuziazmin. Kur Arbeni i zgjati qesen, ajo shikoi brenda dhe e gjithë fytyra e saj ndryshoi. Syt i u zgurdulluan. Goja i u hap. Për një sekond ajo mbeti plotësisht e paralizuar, duke përpunuar atë sasi absurde ushqimi të vërtet, të ngrohtë, me erë të mirë, real. Ishte shumë. Shumë më tepër nga sa kishte imagjinuar ndonjëherë se dikush do t'i sillte. Ajo e shikoi Arbenin me një përzierje mirënjohjeje të pamas dhe shqetësimi të sinqertë, dhe tha me zë të vogël se nuk do t'ia dilte dot ta hante e vetë me gjithë atë, ishte vërtet shumë. Dhe atëherë, pa ja mësuar njeri, pa ja kërkuar njeri, ajo u përgjigj me gjestin e natyrshëm që ishte thelbi më i thellë i karakterit të saj. Tha se do ta ndante gjithçka me gjyshen. Gjyshja. Nëna drita. Në atë moment Arbeni zbuloi për herë të parë se vajza nuk ishte plotësisht e vetme në botë. Ajo kishte dikë. Jetonte me një grua të moshuar poshtë një mbikalimi në unazën e re, në një strukturë të improvizuar të bërë me mushama të vjetër blu të lidhur me litar, karton të vendosur njëri mbi tjetrin për të bërë mure. Disa batanie të holla që përpiqeshin të mbanin të ftohtin që hynte nga të gjitha anët. Gjyshja ishte e sëmur, kolla i keqsoi çdo ditë që kalonte, dhe ato kishin vetëm një batanie të hollë e të vjetër për ta ndarë në netët e ftohta të Tiranës. Arbenit ju përmbys stomaku vetëm duke e imagjinuar. Vajza e shpjegoi gjithë këtë me natyrshmëri, sikur të ishte gjëja më normale në botë, sikur të gjithë të jetonin kështu. Por pastaj ajo bëri kujdes të shtonte, duke ulur syt në tokë me turp, se ato kishin nevojë për shumë gjëra, po, shumë gjëra vërtet, por shmangnin tu kërkonin ndihmë njerëzve sepse shumica nervozoheshin, i shanin, i përzinin. I trajtonin sikur të ishin plera që prishnin pamjen e qytetit. Ajo fjali hyri në Arbenin si një tej impreth që pret mishin e gjallë. Ai premtoi aty për aty, duke e parë në sy, se do t'i sillte të paktën një batanie të trash për ta ndihmuar gjyshen të kalonte netët më reja. Vajza buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e vogël, pak e lodhur, që mbarte në cepat e saj një lodhje shumë të vjetër për dikë kaq të ri. Ishte buzëqeshja e dikujt që kishte dëgjuar shumë premtime të bukura që ishin bërë pluhur të nesërmen. Atëherë Arbeni bëri kujdes të përkulej derisa të ishte në lartësinë e syve të saj dhe tha me gjithë seriozitetin e botës se kur ai premton diçka, e mban gjithmonë. Gjithmonë. Dhe e mbajti vërtet. Të nesërmen ishte e enjte dhe Arbeni u zgjua më herët se zakonisht. Kaloi në një dyqan të madh sapo u hap dhe bleu batanie të trasha të cilësisë së mirë, një set të plot higjiene me sapun, shampo, pas dhëmbësh, furç, rroba të reja të masave të ndryshme sepse nuk ishte i sigurt për numrin. Xhupa për të ftohtin që do të vinte, këpucë të reja. Dhe pastaj, pothuajse pa e kuptuar se çfarë po bënte, pa u menduar shumë, ai vendosi edhe disa libra për fëmijë me ngjyra në karrocën e pazarit. Tregime të thjeshta, me ilustrime, nga ato që tërheqin vëmendjen e fëmijëve. Kur arriti te mushamaja blu e shtrirë poshtë mbikalimit, me qeset e rënda në duar dhe zemrën që i rrite më shpejt nga sa duhej, Arbeni më në fund e pa nëna dritën për herë të parë. Ishte një grua e shkurtër, me trup jashtëzakonisht të dobët të mbuluar me rroba të vjetra e të arnuara, duar të kallojzuara e të fryra që tregonin vite të pafund me pune të rëndë e mosmirënjohëse, fytyrë të shenjuar nga koha dhe vuajtja. Por me një shikim ende të gjallë, ende vigjilent, ende dyshues siç duhet të jetë shikimi i dikujt që mbron me mish e me shpirt dashurinë e vetme të vërtet që i ka mbetur në gjithë botën. Nëna drita nuk u besonte burrave me kostume të shtrenjta. Ajo kishte të gjitha arsyet e botës për të mos u besuar. Dhe kishte plotësisht të drejtë që nuk u besonte. Ajo u vendos para mbesës së saj me një gjest mbrojtës automatik dhe e mori në pyetje Arbenin me zë të ngjirur por të prerë, me sy të mprehtë që studionin çdo detaj të tij. Kush ishte? Çfarë donte aty? Pse po sillte gjëra? Çfarë priste në këmbim? I testoi qëllimet e tij me pyetje të drejtë për drejta e të ashpra, nuk e uli vigjilencën as një centimetër derisa dëgjoi nga vetë mbesa e saj, me atë zë plot dashuri, se ai ishte zotëria i mirë që kishte ndarë byrekun me të në parking. Atmosfera u zbut pak me këtë informacion, por tensioni ende mbeti pezull në ajër.
Ai takim ishte jashtëzakonisht delikat, i brish si qelçi holl, dhe çdo gabim i vogël, çdo fjalë e gabuar mund të kthehej në traumë të përhershme për ato të dyja. Arbeni i dorëzoi qeset ngadalë, duke respektuar hapësirën e tyre, duke shpjeguar me qetësi se çfarë kishte sjell. Nëna Drita shikoi brenda, preku gjërat me kujdes, sikur të mos besonte se ishte e vërtetë, se ishte për to vërtet. Mbesa që Arbeni atë ditë zbuloi se quhej Elira, pa librat me ngjyra në fund të njërës prej qeseve dhe thjesht ngriu. Ajo e tërhoqi njërin nga librat me të dyja duart që i dridheshin, shikoi kopertinën e ilustruar. Kaloi gishtat e pis mbi faqet me shkëlqim dhe e përqafoi atë libër në gjoksin e saj të imët sikur të përqafonte të gjithë të ardhmen që kur nuk e kishte imagjinuar se mund ta kishte një ditë. Por telenovela nuk e lë zemrën të marrë frymë me qetë pa ardhur një prerje e dhimbshme menjëherë pas. Pa pritur, sikur të ishte thirrur nga koha më e keqe e mundshme e universit, shfaqet duke ecur drejt tyre një burr që Arbeni e njihte shumë mirë. Genti, një nga ortakët e kompanisë, dikush nga e njëjta botë parash dhe kontratash, me çantën prej lëkure në dorë dhe sikletin social të stampuar në fytyrën e nxirr të dikujt që sapo ka dalë nga palestra private. Ai e sheh të gjithë skenën, ndalon në mes të rrugës dhe reagon me atë lloj specifik realizmi të ftohtë dhe mizor të maskuar si kujdes i sinqert dhe shqetësim miku. Genti afrohet dhe fillon të lëshoj paralajmërime me zë të ulët por të prerë. Flet për rrezikun, për proceset gjyqësore, për mundësinë e shantazhit, për mënyrën se si njerëzit e rrugës gjithmonë gjejnë një mënyrë për të krijuar probleme, për radhën e pafundme të kërkesave, për skandalin në media. Për mënyrën se si ky lloj veprimi mund të njollos reputacionin e gjithë kompanisë dhe të largojë investitor serioz. Paralajmëron me ajrin e dikujt që e njeh botën se bamirësia e vërtet bëhet siç duhet, me institucione ndërmjetësuese, me letra të firmosura, me distancë të sigurt, pa kontakt njerëzor të drejt për drejt që mund t'i komplikojë të gjitha. Arbenit i vlonte gjaku në vena. Dhe për herë të parë në shumë vite që punonte krah për krah me atë burr, ai e konfronton ortakun me zë të ashpër. Thot se ato kanë emër, se janë njerëz real me histori dhe dinjitet, se nuk janë asnjë kërcënim, se nuk po përpiqen t'i marrin askujt asgjë. Flet me zë të lartë, pa u shqetësuar se kush mund të dëgjojë. Genti ngre duart në një gjestë dorëzimi gjysmë sarkastik, thot se thjesht po përpiqet të ndihmojë, se shpreson që Arbeni ta di se çfarë po bën dhe largohet duke tundur kokën me një ajër superioriteti. Duke lënë pas një gjurmë helmuese fjalësh që mbeten pezull në ajrin e rëndë. Dhe helmi i atyre fjalëve godet pikërisht atë që më së paku e meritonte të goditej. Elira dëgjoi absolutisht gjithçka. Çdo fjalë të ashpër. Çdo insinuat mizore. Çdo paralajmërim të maskuar si shqetësim. Buzëqeshja që i shkëlqente në fytyrë pak sekonda më parë zhduket plotësisht sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Shikimi i tkurrët. Shpatullat i bien. Ajo lëshon librin që po përqafonte dhe fillon të kërkoj falje me një zë aq të ulët sa mezi dëgjohet, sikur varfëria e saj të ishte një krim i tmerrshëm që ajo e kishte bërë pa dashje. Sikur thjesht ekzistenca e saj në botë t'u shkaktonte probleme njerëzve të rëndësishëm, sikur ajo dhe gjyshja të ishin një barë që askush nuk e meritonte ta mbante. Dhe kjo e thyen Arbenin për brenda në një mënyrë që ai nuk e dinte se ishte e mundur të ndjente. Ai ulet në gjunjë në tokën e pist aty për aty, vendoset në lartësinë e syve të Elirës, i mban shpatullat e saj të vogla me delikatesë dhe pohon me gjithë bindjen që arrin të mbledh në zërin e tij të emocionuar se ajo nuk është as pak e rrezikshme. Se ajo në fakt është një nga njerëzit më trima që ai ka njohur ndonjëherë në jetë. Se ajo është e sjellshme, bujare, fisnike në një mënyrë që shumica e të rriturve të pasur që ai njeh nuk do të arrijnë kurrë të jenë. Se ajo që tha ai burr nuk ka absolutisht asnjë rëndësi, sepse ai burr nuk e njeh atë vërtet, nuk e njeh historinë e saj, nuk di asgjë. Dhe atëherë Arbeni bën një betim solemn që do të ndryshojë plotësisht rrjedhën e gjithçkaje. Ai premton se do të vazhdojë të vijë aty çdo ditë, sa herë të mundet, sepse e do vërtet. Jo nga detyrimi. Jo nga faji. Jo për t'u ndier mirë me veten. Por nga zgjedhja e vërtetë. Sepse në 2 ditë ajo i ka mësuar atij gjëra për njerëzillkun që ai kishte harruar plotësisht se ekzistonin. Nëna Drita, e cila deri atëherë vëzhgonte gjithçka në heshtje me atë dyshim mbrojtës, lëshon një pëshertim të gjatë e të rëndë. Ajo e shikon Arbenin me sy plot lot që refuzon t'i lërë të bien dhe thot vetëm një gjë. Faleminderit.
Është një fjalë e thjeshtë, por mbart peshën e dekadave të përbuzjes, braktisjes, padukshmërisë që më në fund po thyen nga një gjest njerëzor i vërtetë. Nga ai moment i sakt, lind një rutinë krejtësisht transformuese për të gjithë të përfshirët. Gjatë 2 javëve të ardhshme, Arbeni shfaqet të mbikalimi pothuajse çdo ditë. Ndonjëherë herët në mëngjes para punës, ndonjëherë në fund të pasdites, gjithmonë duke sjellë diçka. Ushqim të ngrohtë në kuti, ilaçe për kollën gjithnjë e më të keqe të nëna dritës, çorape të trasha, atlete të reja të numrit të duhur, xhupa për të ftohtin, por kryesisht ai sjell kohë. Kohë për të biseduar. Kohë për të dëgjuar. Kohë për të qenë thjesht i pranishëm pa nxitimin për t'u larguar me vrap. Ai zbulon pak nga pak historinë e plotë të nëna dritës. Ajo kishte punuar gjithë jetën si punonjëse shtëpie, duke u zgjuar para se të lindte dielli dhe duke u kthyer pasi ai kishte perënduar. Rriti e vetme 3 fëmijë me paratë që mezi i dilnin për gjërat bazike. Kur nuk pati kontratë të rregullt pune, kur nuk pati të drejta të garantuara, kur nuk pati pushim të merituar. Kur artroza i pushtoi duart dhe gjunjët, kur trupi më në fund i kërkoi të ndalonte pas dekadash përdorimi pa mëshirë, ajo thjesht u pushua nga puna sikur të ishte një objekt i vjetër që nuk shërben më për asgjë. Pa paralajmërim. Pa dëm shpërblim. Pa asgjë. Familja të cilës i shërbeu për vite me radhë e hodhi në rrugë me të njëjtën lehtësi me të cilën hedh një thes plehrash në kazan. Arbeni zbulon gjithashtu se nëna e Elirës, vajza më e vogël e nëna dritës, ishte larguar nga qyteti gati një vit më parë duke thënë se do të kërkonte punë në fshat, se do të dërgonte para çdo muaj, se do të kthehej shpejt. Nuk u shfaq më kurrë. Nuk telefonoi më kurrë. Nuk dërgoi asnjë qindark. Thjesht u zhduk duke e lënë vajzën me gjyshen e sëmur poshtë një mushamaje të shpuar. Dhe zbulon gjithashtu diçka që e godet me forcë. Elira kishte mësuar të lexonte vetë duke përdorur gazeta të vjetra që njerëzit i hidhnin, reklama autobusësh, ambalazhe produktesh, çdo gjë që kishte shkronja. Ajo i bashkonte fjalët ngadalë, përpiqej të hamendësonte tingujt, e ndërtonte alfabetin në kokë si një puzle të pamundur. E gjithë kjo sepse nuk kishte libra, nuk kishte shkollë, nuk kishte njeri që t'i mësonte. Kontrasti i dhunshëm me jetën e tij i shpërthen në fytyrë. Arbenit me forcë të plot kur kujton vajzën e tij 10 vjeçare. Borën. Ajo ka dhomë të dekoruar, tablet të ri, kurse private anglishteje dhe pianoje, dollap plot me rroba që mezi i vesh dhe kalon gjysmën e kohës duke u ankuar për detaje të parëndësishme që ai as nuk arrin t'i dëgjojë më me durim. Kur ishte hera e fundit që ai kishte biseduar vërtet me të për diçka të rëndësishme? Kur ishte hera e fundit që e kishte pyetur se si ndihej vërtet? Përgjigjja dhemb më shumë nga sa duhet. Nëse do të ishit në vendin e Arbenit në këtë moment, do të vazhdonit të ndihmonit Elirën dhe nëna dritën apo do të bënit diçka ndryshe? Na tregoni në komente. Vendimi i tij piqet pak nga pak, duke u rritur brenda gjoksit të tij si një bime ngadalë por e fortë, dhe më në fund shpërthen një mëngjes të shtunë. Arbeni zgjohet para se të bjerë zilja, pi kafe duke parë nga dritarja e madhe e apartamentit, dhe ideja bëhet plotësisht e qartë, e kthjellët, e dukshme. Ai e di saktësisht se çfarë duhet të bëjë. E di se është e rrezikshme. E di se do të ketë njerëz që nuk do të jenë dakord. E di se mund të komplikojë disa gjëra. Por për herë të parë në shumë kohë, Arbeni nuk po mendon për komplikimet e mundshme. Po mendon të bëjë atë që është e drejtë. Atë të shtunë në mëngjes, Arbeni bën diçka që normalisht nuk do ta bënte kur në një fundjavë të shenjtë pushimi. Ai shkon në zyrën e kompanisë. Ndërtesa e biznesit është pothuajse bosh, e heshtur, me ata erë të çuditshëm që kanë hapësirat e punës kur nuk ka njerëz që vrapojnë sa andej këtej. Ai ngjitet në katin e 10, kalon kartën në derën e xhamit, hyn dhe shkon drejt e të kërkojë Valbonën, menaxheren e burimeve njerëzore, e cila gjithmonë punon të shtunave duke rishikuar procese dhe dokumente që grumbullohen gjatë javës. Valbona ngre syt nga kompjuteri kur sheh Arbenin të hyjë në zyrën e saj, dhe habia është e dukshme në fytyrën e saj. Çfarë po bën pronari i kompanisë aty të shtunën? Ka ndodhur diçka e rëndë? Ai kur nuk shfaqet jashtë orarit të punës. Arbeni ulet në karrigen përballë tavolinës së saj dhe i hyn drejtë në temë, pa dredha, sepse ka humbur tashmë shumë kohë në jetë me dredha të panevojshme.
Ai pyet për dhomën e vogël që ndodhet në fund të katit, pranë kuzhinës dhe banjës, atë hapësirë që gjithmonë është përdorur si depo për materialet e pastrimit, kutitë e vjetra, letrat e arkivuara që askush nuk do t'i shikojë më kurrë. Valbona konfirmon se vendi ekziston, por është një rrëmuj e plot me gjëra të grumbulluara prej vitesh. Arbeni thot se dëshiron ta pastrojë të gjithë atë hapësirë, të hedhë gjithçka që nuk shërben më dhe ta shndërrojë në një dhomë funksionale të vërtetë. Dëshiron të vendos një krevat të mirë, një dollap të denjë, çarçaf të pastër, ndoshta një tavolinë të vogël dhe një karrige. Dëshiron që të jetë gati që dikush të jetojë aty. Valbona rudh vetullat, plotësisht e hutuar nga ajo kërkesë e çuditshme. Të jetojë aty? Në zyrë? Kush? Pse? Arbeni merr frym thellë dhe shpjegon gjithçka nga fillimi. Tregon për takimin në parking, për Elirën që shpëtoi byrekun, për gjyshen e sëmur që jeton poshtë mbi kalimit, për bisedat që ka pasur me to, për gjithçka që ka zbuluar. Dhe pastaj zbulon planin që ka marrë formë në kokën e tij gjatë atyre 2 javëve intensive. Ai dëshiron ta punësojë nëna dritën si kuzhiniere të kompanisë, me kontratë të rregullt pune, rrogë të drejtë, të gjitha përfitimet e garantuara me ligj. Dhe dëshiron që ajo të jetojë në atë dhomës në fund të zyrës derisa të arrijë të mbledh para të mjaftueshme për të marrë me qira një vend më të mirë. Bashkë me mbesën, sigurisht. Dhe përveç gjithë kësaj, ai dëshiron ta regjistrojë Elirën në një shkollë publike të mirë që ndodhet 2 rrugë më tutje, që ajo më në fund të mund të studiojë vërtet. Valbona qëndron në heshtje për një kohë të gjatë duke përpunuar gjithë këtë. Ajo është një profesioniste me përvojë, kompetente, që është marrë me mira situata të komplikuara gjatë karrierës së saj. Por kjo është e re. Ajo parashikon natyrshëm disa pyetje të qarta që do të lindin. Bordi drejtues mund ta shohë me dyshim. Punonisit e tjerë mund të ankohen duke thënë se është favorizim. Mund të ketë burokraci shtesë për të rregulluar banimin në hapësirën tregtare. Mund të ketë rezistencë. Por ajo shikon Arbenin dhe sheh diçka ndryshe në shikimin e tij. Nuk është impuls. Nuk është bamirësi e zbrazët e fundvitit. Është vendim i prerë i lindur nga një transformim i vërtetë. Valbona e mbyll laptopin ngadalë dhe pyet nëse Arbeni është absolutisht i sigurt për këtë. Ai përgjigjet se kur nuk ka qenë kaq i sigurt për asgjë në jetë. Thotë se i beson nëna dritës më shumë se gjysmës së njerëzve që punojnë në atë ndërtesë çdo ditë. Se ajo e njeh punën e palodhur më mirë se kushdo aty. Se ajo e meriton mundësinë që nuk e ka pasur kurrë. Dhe se nëse dikush nga bordi drejtues apo ortakët ka ndonjë problem me këtë, mund t'i dërgojë të flasin drejt për drejt me të. Valbona buzëqesh për herë të parë që kur filloi biseda. Ajo thotë se do të merret me gjithçka. Do të kujdeset për pastrimin e dhomës, mobilimin bazik, dokumentacionin e nevojshëm për punësimin. Do ta bëjë të funksionojë në një mënyrë a në një tjetër, sepse pas 20 vitesh pune me menaxhimin e njerëzve, ajo e njeh kur diçka ka vërtet rëndësi. Dhe kjo kishte rëndësi. Të hënën herët në mëngjes, para se dielli të kishte dalë plotësisht në qiell, Arbeni kthehet te mbikalimi. Këtë herë ai sjell 2 kuti të mëdha me ushqim shtëpie ende të ngrohtë, të blera në një kuzhinë industriale që furnizon restorante. Sjell gjithashtu një zarf me disa letra të palosura brenda. Zemra i re më shpejt se sa i rrite para mbledhjeve vendimtare me investitor të fuqishëm, sepse kjo bisedë që do të bëj tani është më e rëndësishme se çdo biznes milioner që ka mbyllur ndonjëherë në jetë. Nëna Drita dhe Elira janë zgjuar, të ulura mbi një karton, duke ndarë një frut të vogël që dikush duhet t'ua ketë dhënë. Kur shohin Arbenin që po vjen, të dyja ngrihen. Ai i përshëndet me një buzëqeshje të vërtetë dhe u jep së pari kutit me ushqim. Ato i hapin dhe era e ushqimit të freskët mbush hapësirën e mbytur poshtë mbi kalimit. Por para se të fillojnë të hanë, Arbeni kërkon leje të flasë për diçka të rëndësishme. Ai ulet në dyshemen e pistë të betonit pranë tyre, pa u shqetësuar as pak për kostumin e shtrenjtë, dhe fillon të shpjegojë ngadalë, duke zgjedhur çdo fjalë me kujdes. Thotë se ka menduar shumë ditët e fundit. Se kompania e tij ka nevojë për dikë që të gatuajë ushqim të vërtet për të gjithë stafin, sepse njerëzit po hanë vetëm porosin nga jashtë ose ushqime të paketuara. Dhe ai beson vërtet se nëna Drita do të ishte perfekte për këtë detyrë, nëse ajo është e interesuar.
Puna do të ishte nga e hëna në të premte, nga ora 9 e mëngjesit deri në 5 të pasdites, me të gjitha të drejtat e punës të garantuara, kontratë të rregullt, sigurime shoqërore e shëndetësore, pushime, pagë të 13. Gjithçka siç e kërkon ligji. Dhe më shumë, ajo do të kishte një dhomës në fund të zyrës ku mund të jetonte me mbesën derisa të arrinte të organizohej më mirë financiarisht. Ai nxjerr letrën nga zarfi dhe tregon kontratën e printuar. Të gjitha shkronjat janë aty, e zeza mbi të bardhë, zyrtare, reale, të vërteta. E gjithë bota ndalon së rrotulluari për nëna dritën në atë çast. Ajo e merr letrën me duart që i dridhen në mënyrë të pakontrolluar, syt i kalojnë nëpër rreshta pa arritur të përqendrohen siç duhet, sepse lotët tashmë po ja mjegulojnë gjithçka. Ajo lexon pjesën e rrogës, të përfitimeve, të kontratës. E lexon përsëri duke menduar se e ka kuptuar gabim. E lexon për herë të tretë dhe më në fund shpërthen. E qara vjen me forcë, në atë mënyrë që vjen kur mban vuajtjen për një kohë të gjatë dhe papritur merr një përqafim të papritur. Sepse ajo aty nuk është thjesht një punë. Nuk janë thjesht para në fund të muajit. Nuk është thjesht ushqim i garantuar. Është dinjitet. Është një derë e hapur vërtet. Është dikush që e shikon dhe i thot zyrtarisht, me firmë dhe vull, se ajo ekziston, se ajo ka rëndësi, se ajo vlen diçka në këtë botë mizore dhe të pabarabartë. Elira, e cila ende nuk e ka kuptuar plotësisht gjithë këtë, tërheq mëngën e pisë të xhupit të Arbenit me sytë e zgurdulluar dhe që shkëlqejnë nga një shpresë aq intensive sa të dhemt t'i shikosh. Ajo pyet me zë të dridhur, pothuajse me frikë nga përgjigjja, nëse kjo do të thotë se ato do të kenë një dhomë të vërtetë. Një dhomë me tavan, me mure, me derë që mbyllet. Nëse do të ketë një krevat të vërtetë ku ajo mund të flej pa frikën e shiut apo të ftohtit. Nëse do të ketë një banjë ku ajo mund të bëj dush sa herë të doj pa pasur nevojë të kërkoj favor apo të presë të hapet ndonjë vend publik. Arbeni konfirmon çdo pyetje me një tundje koke, duke ndier fytin t'i shtrëngohet nga emocioni. Po për gjithçka. Për gjithë këto dhe më shumë. Dhe ai shton gjithashtu se tashmë ka folur me drejtoreshën e një shkolle publike të shkëlqyer që ndodhet afër zyrës, dhe se ka një vend për Elirën që të fillojë javën tjetër, nëse ajo dëshiron. Ajo do të mund të studiojë vërtet, me mësues, me libra të rinj, me fletore dhe lapsa me ngjyra, me fëmijë të tjerë të moshës së saj. Do të mund të mësojë matematikë, shkencë, histori, gjuhë shqipe, gjithçka që dëshiron. Do të mund të ketë një të ardhme ndryshe nga ajo që dukej e pashmangshme. Elira nuk thot asgjë. Thjesht nuk mundet. Ajo feston duke kërcyer, duke u rrotulluar zbathur në tokën e pistë, duke qeshur dhe duke qarë në të njëjtën kohë, duke përqafuar gjyshen me gjithë forcën që ka në trupin e saj të vogël. Dhe ai moment i thjesht është më i pasur, më i vlefshëm, më i vërtet se çdo festë e sofistikuar ku Arbeni ka marrë pjesë në gjithë jetën e tij të suksesshme. Nëna drita fshin lotët me kurrizin e dorës së kallojzuar, merr frym thellë duke u përpjekur të rimarrë veten dhe e shikon Arbenin me një seriozitet të thellë. Ajo e pyet pse po e bën gjithë këtë. Çfarë ka bërë ajo për ta merituar? Çfarë do ai në këmbim vërtet? Sepse askush nuk jep asgjë falas në këtë botë, ajo e ka mësuar këtë në mënyrën më të keqe të mundshme gjatë dekadave të vështira. Gjithmonë ka diçka pas. Gjithmonë ka një qëllim të fshehur. Gjithmonë ka një çmim që do të shfaqet në momentin më të papritur. Arbeni e kupton plotësisht dyshimin e saj. E kupton dhe e respekton. Ai përgjigjet me ndershmëri të plot, pa asnjë zbukurim. Thot se ai nuk do asgjë në këmbim përveç punës së saj në kuzhinë. Se ajo nuk i detyrohet asgjë atij. Se në fakt është ai që u detyrohet pafundësisht atyre të dyjave. Sepse Elira, pa e ditur, pa pasur qëllim, i mësoi atij në pak minuta diçka që ai e kishte harruar plotësisht gjatë viteve duke vrapuar pas suksesit të zbrazët. Ajo i mësoi se ajo që ka vërtet rëndësi në jetë nuk është sa para grumbullon në llogarinë bankare. Është ajo që bën me mundësitë që ke. Është si e përdor atë që ke për të bërë një ndryshim real në jetën e dikujt. Është të kujtosh të shikosh përreth dhe t'i shohësh njerëzit vërtet, jo si pengesa apo probleme, por si qenie njerëzore të denja për respekt dhe kujdes. Ai tregon gjithashtu, me zë të mbytur, se ka një vajzë pothuajse të së njëjtës moshë me Elirën. Se ajo ka gjithçka, por ankohet për gjithçka. Se ai kur nuk është i pranishëm vërtet, sepse është gjithmonë tepër i zënë me gjëra që në fund të fundit nuk kanë aq shumë rëndësi.
se ai po jetonte në mënyrë automatike duke vrapuar në një pistë të pafundme pas më shumë e më shumë, pa ndaluar kur për të pyetur përse. Dhe se takimi me to në parking ishte si një shuplak në fytyrë që e zgjoi nga një gjumë i thellë dhe i rrezikshëm. Ishte një dhuratë e maskuar si rastësi. Nëna Drita dëgjon gjithçka në heshtje. Kur Arbeni mbaron së foluri, ajo i zgjat dorën e saj të kallojzuar dhe të ashpër. Arbeni e shtrëngon atë dorë me forcë, duke vulosur një marrëveshje që vlen pafundësisht më shumë se çdo kontratë e firmosur në letër me vull. Është një marrëveshje besimi, respekti të ndërsjellë, njerëzillku të përbashkët. Ato e pranojnë propozimin. E pranojnë punën, dhomën, shkollën, gjithçka. Dhe historia atëherë bën një kërcim të nevojshëm në kohë. 3 muaj më vonë, gjithçka ka ndryshuar në një mënyrë që askush në kompani nuk e imagjinonte të mundur. Zyra e kompanisë së teknologjisë ndryshoi plotësisht, jo në dekorin modern apo mobiljet e shtrenjta që ishin tashmë aty, por në shpirtin e padukshëm të vendit. Çdo ditë, kur ora shënon mesditë, një erë e mrekullueshme ushqimi shtëpie të vërtet pushton të gjithë ndërtesën, duke u ngjitur nëpër shkallë, duke hyrë nëpër dyer, duke pushtuar zyrat. Fasulet e gatuara siç duhet, orizi kokër, pula me salcë, perime të freskëta, kek i thjesht ende i ngrohtë që del nga fora, puding për ëmbëlsirë. I gjithë stafi transformohet pak nga pak. Njerëzit ndalojnë së ngrëni para kompjuterit. Fillojnë të zbresin në kuzhinë, të ulen në tryezën e madhe, të hanë së bashku, të bisedojnë për gjëra që nuk janë punë. Qeshin më shumë. Ankohen më pak. Kthehen në tavolinat e tyre me një energji tjetër, më të lehtë, më njerëzore. Nëna Drita gatuan sikur po shëron plagë të vjetra. Ajo arrin herët vë përparsen e pastër, lan duart me kujdes dhe fillon të përgatisë çdo pjatë sikur të ishte duke përgatitur një ilaç të fuqishëm. I hedh erza me dashuri, me durim, me teknikën e mësuar në dekada pune në kuzhinat e të tjerëve. Dhe rezultati është magjik. Njerëz që më parë mezi flisnin me njëri tjetrin fillojnë të shkëmbejnë receta me të. Njerëz që jetonin të stresuar fillojnë ta falenderojnë për ushqimin çdo ditë. Ambienti i rënd i kërkesave dhe konkurrencës zbutet ngadalë, i zëvendësuar nga diçka më e ngjashme me një komunitet të vërtetë. Elira shkon në shkollë për herë të parë në jetë në moshën 7 vjeçare. Uniformë e re, çantë shpine, atlete që nuk i vrasin këmbët, flokë të lidhur me fjongo me ngjyra. Sytë e saj shkëlqejnë me një intensitet që emocionon çdo që e sheh. Ditët e para ajo qëndron e heshtur, pak e friksuar nga kaq shumë stimuj të rinj, kaq shumë njerëz, kaq shumë zhurmë e organizuar. Por shpejt ajo lirohet. Zbulon se e adhuron matematikën. Se arrin të lexojë më mirë se shumë fëmijë të klasës, sepse është stërvitur vetë për kaq shumë kohë. Se ka lehtësi për të mësuar përmendësh poezi. Se e adhuron vizatimin. Mësuesja dërgon një letër në shtëpi duke thënë se Elira është një nxënëse e përkushtuar, kurioztare, e edukuar, shembull për shokët e klasës. Pas mësimit, Elira shkon drejt në zyrë dhe ndihmon gjyshen në kuzhinë. Qëron perime, lan enë, than tenxhere, mëson receta të reja. Por kryesisht, ajo bisedon. Tregon për ditën në shkollë, për atë që ka mësuar, për miqtë e rinj që ka bërë, për librat që mësuesja ka lexuar me zë të lartë. Dhe nëna Drita dëgjon gjithçka me atë buzëqeshje të dikujt që më në fund arrin të marrë frymë në paqe pas vitesh duke mbajtur frymën. Dhoma në fund të zyrës u kthye në një shtëpi të vërtetë. E vogël, por komode. Ka perde me lule në dritare, libra të organizuar në një raft të improvizuar, vizatime të Elirës të ngjitura në mur me ngjitës, një tapet të butë në 2 sheme, 2 krevate me çarçaf me erë të mirë. Një dollap ku futen rrobat që ato kur nuk e kishin imagjinuar se do t'i kishin. Është e thjeshtë, por është e tyre. Dhe kjo bën gjithë ndryshimin në botë. Arbeni gjithashtu ndryshoi në mënyra që as ai vetë nuk i priste. Biznesmeni që jetonte duke vrapuar nga mbledhja në mbledhje, gjithmonë me vonesë, gjithmonë i irrituar, gjithmonë me celularin të ngjitur në dorë sikur të ishte zgjatimi i trupit të tij, tani ndalon për të marrë frymë. Ai filloi të hajë drek bashkë me punonjësit në tryezën e madhe të kuzhinës, në vend që të mbyllej në zyrë dhe të hante diçka të shpejtë ndërsa u përgjigjej emaileve. Ulet, mbush pjatën me ushqimin që nëna Drita ka përgatitur me aq shumë dashuri dhe qëndron aty duke biseduar për futboll, për familjen, për planet e fundjavës, për jetën që ndodh jashtë tabelave dhe grafikëve të fitimit.
dhe zbulon diçka befasuese. Ato 40 minuta ulur në tryez, duke ngrënë të njëjtin ushqim si të gjithë, duke dëgjuar të qeshura të sinqerta dhe histori të thjeshta, blejnë pafundësisht më shumë se çdo mbledhje e rëndësishme me njerëz të fuqishëm. Ai gjithashtu filloi të arrinte në shtëpi më herët disa herë në javë. Jo çdo ditë, sepse puna vërtet kërkon prani dhe përgjegjësi, por të paktën 3 ose 4 herë ai arrin të dalë nga zyra para orës 7 të mbrëmjes. Dhe kur arrin në apartament, në vend që të shkoj drejt e te kompjuteri ose të ndes televizorin në kanalin e lajmeve financiare, ai kërkon Borën, vajzën e tij 10 vjeçare që mezi e njihte vërtet, pavarësisht se jetonte në të njëjtën shtëpi. Ai e pyet se si ka shkuar dita. Vërtet. Dhe pret përgjigjen e vërtet. Dëgjon për mësimet, për miqt, për gëzimet dhe hidhërimet e vogla që janë pjesë e jetës së një fëmije 10 vjeçar. Dhe zbulon, i habitur dhe i turpëruar në të njëjtën kohë, se vajza e tij është një person i mrekullueshëm, qesharak, inteligjent, i ndjeshëm, plot me opinione interesante për botën. Si nuk e kishte parë këtë më parë? Si kishte kaluar kaq shumë kohë duke jetuar pranë saj pa e njohur vërtet se kush ishte ajo? Një të shtunë me diell, Arbeni bën diçka që Bora as nuk e mban mend ta ketë bërë ndonjëherë me baban e saj. Ai i propozon që të dy të dalin bashk, vetëm ata të dy, pa celular, pa nxitim, pa destinacion specifik. Bora çuditet në fillim, por pranon me entuziazëm. Ata ecin në këmbë nëpër lagje, ndalojnë në një park, blejnë kokoshka nga një shitës ambulant, ulen në një stol druri dhe qëndrojnë aty duke biseduar për gjithçka dhe për asgjë. Arbeni i tregon vajzës për Elirën dhe nëna Dritën, se si njohu, për byrekun e fshehur poshtë makinës, për të gjithë historinë. Bora dëgjon me sy të zgurdulluar dhe në fund pyet nëse mund t'i takoj. Arbeni buzëqesh dhe premton se po, se do ta çojë në zyrë një ditë. Dhe e çon vërtet. Një të enjte pas shkollës, Bora shkon me baban e saj në kompani. Elira është në kuzhinë duke ndihmuar nëna Dritën të përgatisë vaktin e pasdites. Kur dy vajzat shihen për herë të parë, në fillim janë pak të turpshme, duke studiuar njëra tjetrën me atë kurreshtjen e natyrshme të fëmijëve. Por nuk kalojnë as 5 minuta dhe ato janë ulur në dyshemen e dhomës së vogël, të rrethuara nga libra, duke biseduar pa pushim, duke qeshur, duke shkëmbyer histori, duke zbuluar se pavarësisht se vinë nga botë kaq të ndryshme, ato kanë shumë më tepër të përbashkëta se çdo ndryshim i dukshëm. Bora mbetet e impresionuar kur Elira i tregon se ka mësuar të lexojë vetë. Elira mbetet e impresionuar kur Bora i tregon për mësimet e pianos. Të dyja bëhen shoqe menjëherë, në atë mënyrë të shpejtë dhe të vërtetë që vetëm fëmijët mund ta bëjnë. Nga ajo ditë, Bora kërkon vazhdimisht të kthehet në zyrë. Jo për të qëndruar në kompjuter apo për të luajtur me celularin, por për të parë Elirën, për të ndihmuar nëna Dritën në kuzhinë, për të ndjerë atë ambient të këndshëm të ushqimit shtëpie dhe bisedave të thjeshta. Dhe Arbeni e vëzhgon këtë me zemrën të shtrënguar nga mirënjohja, duke kuptuar se vajza e tij po mëson leksione për empatinë, bujarinë dhe vlerën njerëzore që asnjë shkollë e shtrenjtë në botë nuk mund t'ia mësonte. Muajt kalojnë dhe transformimi përhapet në të gjitha anët. Kompania vazhdon të rritet, bizneset vazhdojnë të ecin mirë, fitimet vazhdojnë të rriten. Por tani ka diçka më shumë përtej shifrave. Ka njerëzillëk real që qarkullon nëpër korridore. Ka lidhje të vërtet mes njerëzve. Ka kujdes. Pastaj vjen një e premte e veçantë, 4 muaj pas atij takimi të parë në parking. Arbeni është në zyrën e tij duke punuar kur në derë dëgjohet ajo trokitje e turpshme dhe e pagabueshme e Elirës. Ai i thot të hyjë dhe ajo shfaqet duke mbajtur një pako të vogël të mbështjell me letër me atë kujdesin delikat të dikujt që mban diçka të çmuar. Zemra e Arbenit e njeh atë pako para se mendja të përpunojë informacionin. Është identike me të parën. Me atë që ndryshoi gjithçka. Elira i afrohet tavolinës së madhe dhe i zgjat pakon Arbenit me të dyja duart. Ajo është nervoze, duke kafshuar buzën, duke pritur reagimin e tij. Arbeni e merr mbështjellsen me kujdes, ndjen ngrohtësinë ende të pranishme aty dhe e hap ngadalë. Brenda është një byrek shtëpie perfekt, i artë, i sapopjekur, me erë të mirë, i bërë me petë delikate dhe mbushje bujare. Ai shikon Elirën pa e kuptuar plotësisht. Ajo shpjegon me atë zë të butë që nuk mbart më pasigurinë e mëparshme. Thotë se gjyshja e ka mësuar ta bëj, se janë stërvitur disa herë derisa të dilte siç duhet, se ajo vetë e ka gatuar brumin, i ka dhënë formën dhe e ka pjekur me mbikëqyrjen e kujdesshme të nëna Dritës.
dhe se ai byrek është një dhuratë e veçantë për të. Një dhuratë e rëndësishme. Arbenit I shtrëngohet fyti. E pyet pse po ja jep atë, pasi e di se ajo e adhuron byrekun dhe mund të hante vetë pa asnjë problem. Elira buzëqesh në atë mënyrë të mençur që fëmijët ndonjëherë kanë kur kuptojnë gjëra të thella që të rriturit u duhen dekada për t'i kuptuar. Ajo përgjigjet se është që ai të kujtojë gjithmonë. Të kujtojë çfarë? Pyet Arbeni me zë të mbytur. Dhe atëherë vjen fjalia që ngjitet në zemër dhe nuk del më kurrë, fjalia që përmbledh gjithçka, që mbyll ciklin, që jep moralin perfekt të gjithë historisë. Se ndonjëherë gjërat më të mira fshihen poshtë makinës. Arbeni nuk duron dot. Lotët që I kishte mbajtur për kaq shumë kohë, që I kishte fshehur pas maskës së biznesmenit të fortë dhe të kontrolluar, më në fund I bien lirshëm nëpër fytyrë. Ai ngrihet nga karrigia, I bie rrotull tavolinës dhe e përqafon Eliren me gjithë forcën dhe gjithë dashurinë që një përqafim mund të mbarë. E përqafon si dikush që përqafon shpëtimin e tij. E përqafon si dikush që përqafon një fillim të ri të vërtetë. Dhe I përshpërit në vesh një falënderim të thellë e të sinqertë. Faleminderit. Faleminderit që më mësove të ndaloj. Faleminderit që më mësove të shikoj. Faleminderit që më kujtove se jam njeri. Elira ja kthen përqafimin duke e shtrënguar fort dhe në atë moment të dy e kuptojnë në mënyrë perfekte, pa pasur nevojë të flasin më, se takimi I tyre nuk ishte rastësi. Ishte nevojë. Ishte fath. Ishte jeta që konspiroi që dy njerëz që kishin nevojë për njëri tjetrin të takoheshin në momentin e saktë kur të dy ishin gati për transformim. Arbeni e ruajti atë byrek në frigoriferin e kuzhinës. Nuk e hëngri të njëjtën ditë. Nuk e hëngri të nesërmen. E ruajti për një javë të tërë, duke e parë sa herë që hapte derën, duke e përdorur si një kujtesë fizike dhe reale të gjithçkaje që ndryshoi, të gjithçkaje që ai gati humbi sepse ishte tepër I zënë për të kushtuar vëmendje. Në fund, ai e ndau atë byrek me borën një pasdite të diel, I tregoi të gjithë historinë përsëri nga fillimi dhe pa në sytë e së bijës se edhe ajo e kuptoi mësimin. Se gjërat materiale vijnë e shkojnë. Por gjestet njerëzore, lidhjet e vërteta, momentet e bujarisë së pastër, kjo mbetet përgjithmonë e shënuar në shpirt. 2 muaj pas asaj dhurate emocionuese, kompania vendosi të bënte një rinovim të vogël në hyrjen e ndërtesës. Dhe Arbeni pati një ide që të gjithë e mbështetën menjëherë. Ata instaluan një mural të bukur në murin kryesor pranë recepcionit, me një foto të madhe dhe me ngjyra të treve duke buzëqeshur së bashku, Arbeni në mes, nëna Drita në njërin anë, Elira në tjetrën. Poshtë fotos, një fjalë e shkurtër por e fuqishme e gdhendur me shkronja të arta, gjestet e thjeshta ndryshojnë gjithçka. Fotoja doli e mrekullueshme. Nëna Drita është me përparsen e kuzhinës, me një buzëqeshje të gjerë krenare në fytyrë. Elira është me uniformën e shkollës, duke mbajtur një libër, me sytë që shkëlqejnë me atë shkëlqimin e veçantë të dikujt që më në fund ka një të ardhme. Arbeni është në mes, këtë herë pa kostumin e shtrenjtë, vetëm me një këmishë të thjeshtë, dhe për herë të parë në shumë vite, buzëqeshja në fytyrën e tij është e sinqertë, e vërtetë, e lirë. Të gjithë ata që hyjnë në ndërtesë e shohin atë foto. Vizitorët pyesin për historinë. Punonisit e rinj dëgjojnë rrëfimin e plotë në ditën e parë të punës. Dhe mesazhi përhapet natyrshëm, pa pasur nevojë të sforcohet. Historia e një vajze që shpëtoi një byrek dhe përfundoi duke shpëtuar një burr nga jeta e zbrazët që ai po jetonte pa e kuptuar. Historia e një biznesmeni që mësoi se pasuria e vërtetë nuk matet me llogarinë bankare, por me sa jetë prek në mënyrë pozitive. Historia e një gjysheje që rifitoi dinjitetin e vjedhur dhe më në fund mund të arrisë mbesën me siguri dhe dashuri. Arbeni ndryshoi edhe zakonet të tjera. Ai kalon tani në për atë të njëjtin parking çdo ditë, por jo më duke vrapuar I verbër. Ai shikon përreth. Kushton vëmendje. Sheh njerëzit e padukshëm që gjithmonë kanë qenë aty, por që ai kur nuk I kishte parë vërtet. Zotërinë që shet karamele në semafor. Gruan që kërkon ndihmë në cep të rrugës me një foshnjë në krah. Djalin që ofrohet të lajë makinën. Ai nuk mund t'i ndihmojë të gjithë, kjo do të ishte e pamundur dhe naive të mendojë. Por ai ndihmon kur mundet. Një fjalë e mirë. Një drekë e blerë. Një referim për institucionet që ai tani njeh dhe I mbështet financiarisht. Dhe kryesisht, ai e trajton çdo person me dinjitet bazik, me respekt njerëzor, me njohjen se aty ekziston një jetë reale me histori, dhimbje dhe ëndra.
A i mësoj më në fund, pas 43 vitesh duke jetuar në mënyrë automatike, se të ndalosh për të parë nuk është humbje kohe. Është fitim jete. Se pasuria e ndarë shumëzohet në vend që të paksohet. Se ndonjëherë mësimi më i madh vjen i mbështjell në pakon më të thjeshtë. Dhe se ai mendonte se po shpëtonte e lirën dhe nëna dritën nga ajo jetë e vështirë poshtë mbi kalimin. Por në fund, me gjithë ndeshmërinë e botës, ishin ato që e shpëtuan atë nga një jetë shumë më e zbrazët dhe e rrezikshme. Jeta e të pasurit gjithçka dhe të mos ndjerit asgjë. Jeta e të vrapuarit aq shumë sa harron se ku po shkon. Jeta e të fituarit në letër, por të humburit në thelb. Pyetja që Arbeni mban tani në zemër dhe që ja bën në heshtje vetes çdo ditë kur zgjohet, është e thjeshtë por e fuqishme. Kur ishte hera e fundit që ndalove vërtet për të parë me vëmendje? Sa njerëz i le të kalojnë me vrap, i injorove pa e kuptuar, i trajtove si të padukshëm vetëm sepse ishe tepër i zënë, tepër i shqetësuar, tepër i shpërqendruar me problemet e tua që në fund të fundit ndoshta nuk janë as aq urgjente? Sepse ndonjëherë, dhe Arbeni e di këtë tani me siguri absolute, ajo që ka fuqinë të ndryshojë plotësisht jetën e dikujt përgjithmonë, ajo që ka aftësinë të zgjojë një person nga përgjumja e rrezikshme e rutinës automatike. Ajo që mund të mësoj leksionet më të rëndësishme për njerëzillëkun, bujarinë, mirënjohjen dhe dashurinë e vërtetë, fshihet në vende të papritura, duke pritur vetëm që dikush të ketë guximin dhe ndjeshmërinë të ndalojë për një moment. Të përkulet, të shikoj me vëmendje dhe kujdes. Fshihet në gjestet e vogla. Te njerëzit e harruar. Në takimet që duken si rastësi, por janë fat. Fshihet poshtë një makine të zezë në një parking të zakonshëm të një të martë çfarëdo. E maskuar si një byrek i ruajtur nga një vajzë trime që mësoi se të ndash është të shumëzosh, se të mbrosh atë pak që ke është të jesh i pasur vërtet, dhe se pasuria më e madhe në gjithë botën nuk ruhet në kasaforta të mbyllura. Por jeton e lirë në zemrat bujare që zgjedhin të shohin, zgjedhin të kujdesen, zgjedhin të duan edhe kur do të ishte shumë më e lehtë dhe më komode thjesht të kaloje drejt dhe të vazhdoje përpara duke bërë sikur nuk pe asgjë. Të dashur dëgjues, shpresojmë nga zemra që historia e Arbenit, nëna Dritës dhe Elirës t'ju ketë prekur thellësisht zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim transformimi, klikoni butonin pëlqej tani, abonohuni në kanalin ton për të mos humbur asnjë histori të re dhe na tregoni në komente se cili moment ju la më shumë mbresa. Cila pjesë ju bëri të reflektoni më shumë për jetën tuaj. A mos vallë edhe ju keni lënë të kalojnë njerëz dhe mundësi të rëndësishme sepse keni qenë tepër të zënë? Çdo ditë ne sjellim histori intensive dhe të vërteta si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe më të bukur të shpirtit njerëzor, që na kujtojnë se çfarë ka vërtet rëndësi në këtë jetë kaq të shpejtë dhe kaq të shkurtër. Ju presim me shumë dashuri në episodin e ardhshëm. Mirupafshim dhe urojmë të mos harroni kur të shikoni poshtë makinës.